Përshëndetje të dashur miq, një nga kërkesat juaja më të mëdha ishte që t'ju paraqes një recetë për një ëmbëlsirë pa sheqer, pa gluten, ideale për të gjithë ju që keni dëshirë që të humbni peshë duke ngrënë ëmbëlsira të ndryshme. Kjo është një nga ato receta të cilat ju sugjeroj që t'i provoni. Dhe më jam e sigurt se nuk do t'i blini të gatshme, pasi janë 100 herë më të shëndetshme nëse i përgatitni në këtë mënyrë. Do të kemi nevojë një herë për 2 molla. Unë preferoj që t'i përdor këto mollat që janë kështu të kuqe dhe të gjelbërta. Këto janë shumë të shijshme dhe kanë një aromë më të këndshme se sa llojet tjera të mollave. Fillimisht mollat do t'i pastrojmë nga lëvoret. Do të kemi nevojë për një blender dhe vazhdojmë tani mollat e pastruara t'i shtojmë të parat të blenderit. Ëmbëlsues në këtë recetë e kemi rrushin e thatë. Unë preferoj që të përdor nga rrushi i bardhë i thatë, sepse molla dhe rrushi i thatë komplementojnë shumë njëra tjetrën në shije. Në total, unë shtova 100 gram rrush të thatë. Ndërsa për yndyrë të shëndetshme, do të përdorim ara. Në total na duhen 60 gram ara. Dhe në vend të miellit do të përdorim tërshër. Në total do të shtojmë 160 gram tërshër në blender. Këtu kam 100 gram edhe 60 gram tjera. Vazhdojmë tani që të shtojmë brenda edhe kanellë ose cimet, një lugë të mesme. Kjo ndihmon në shpejtimin e metabolizmit dhe gjithashtu jep edhe një aromë shumë të këndshme kësaj ëmbëlsire. Tani të gjitha këto produkte vazhdojmë që t'i blojmë në blender. Dhe kjo është masa që duhet ta fitoni. Tani merrni një tepsi ku zakonisht i pjekni ëmbëlsirat në formë roleje, pasi aq mas kemi për të përgatitur këtë ëmbëlsirë. Poshtë tepsisë shtronim edhe 1 letër për pjekje. Masën e përgatitur vazhdojmë të shtrojmë në tepsi. Tani merrni një lugë dhe lagne lugën me ujë për ta pasur më të lehtë që ta shtypni dhe t'ja jepni formën në tepsi. Po e vrini se unë këtu pak lash zbrastir, pasi dua që të mbetet pak më trash ëmbëlsira, dhe vazhdojmë tani në pjekje. Në 180 gradë, diku parafërsisht 15 deri në 20 minuta, derisa të shohim që ka marrë një ngjyrë të bukur, të artë sipër. Nuk duhet që ta pjekim shumë. Dhe pas dikun 20 minutave në furrë, pra ka marrë një ngjyrë kështu pak më të kuqrem, si në ngjyrë kafe, ëmbëlsira është gati. Lejojmë që të ftofet dikun për 10 minuta përpara se ta ndajmë në copëza më të vogla. Tani që është ftofur pak ëmbëlsira, marrim një thikë të sprehtë dhe vazhdojmë me prejmë kështu në këtë mënyrë, pra njëjtë si ato ëmbëlsirat që shiten të gatshme, duke e bërë të përshtatshme kështu për një porcion. Ju garantoj se më nuk do t'i bleni të gatshme. Vetëm shikoni se sa të buta që janë, sa lehtë për t'i përgatitur dhe sa të shëndetshme që janë këto ëmbëlsira. Pra thjesht një ëmbëlsirë perfekte. Mos i le pa i provu, nëse edhe ti don që të ulësh kilogramat e tepër duke shijuar një ëmbëlsirë me kafe. Dhe tani për t'i ruajtur, unë do të vazhdoj që t'i mbështjell me pak letër për pjekje dhe për t'i bërë që të duken më të bukura.